trekëndçi Zagreb, Tiranë, Prishtinë në kuptimin gjeopolitik, në kuptimin ushtarak, ka një domethënie shumë alarmuese për serbët të cilët janë ankuar dhe në Bruksel, vazhdojnë të mbajnë gjallë këtë jahonën e këtij nënshkrimi në fakt befasues që u bën Tiranë, dhe ka filluar skanimi i ushtrisë kroate, po flasim në mediat e specializuara, skanimi i ushtrisë shqiptare, që rezulton më modestja, dhe skanimi i ushtrisë së Kosovës. Duke prodhuar, si thua, si të skenarin imaginar, që në rast se njëri nga vendet preket, ndoshta, pavarësisht se nuk është në kontrat, ose në marrëveshje, në marrëveshje, të gjitha vendet, tre vendet bashkë, si thua, koordinohen, sinkronizohen për të mbrojtur territorit e tyre. Si u duket kjo analizë dhe ky skanim ushtarak? Shiko, serbët më shumë, serbët e din gjendjen edhe të ushtrisë shqiptare dhe të ushtrisë së Kosovës. Faktori që ata kanë më tepër problem dhe që kanë rivalitet janë kroatët. Gjithsesi ata i shqetëson shumë aleanca kroato-shqiptare. Pse? Ata e din mirë që shqiptarët me kroatët kanë disa vlera të përbashkëta dhe unë vazhdoj të qëndroj gjithmonë asaj që aleancat kanë përbazë vlerat. Cilat janë këto vlera? Njëherë mund ta themi që janë shumë të hershme bile, nuk e dini apo jo, po një pjesë edhe të shkencëtarëve kroatë mbrojnë tezën që edhe kroatët janë pasardhës të ilirëve. Pra, pasardhës të ilirëve, po janë ilirë të slavizuar. Pra, ilirë të slavizuar. Tjetër, vim më vonë, edhe gjatë periudhës së Jugosllavisë pas luftës, apo të luftës së ftohtë, Tito u përpoq në fakt që t'i përdorte shqiptarët, kjo shkoi në interes shqiptarët, sepse shqiptarët fituan një status kushtetues pas shumë përpjekjeve atë të krajinë socialiste autonome, por Tito i përdori për ta limituar pushtetin serb pas azësimit apo pas dënimit e Rankovicit. Vazhdojmë më pas. Me fillimin e luftës në Kroaci, Serbi, shqiptarët rreth 2700-2800 veta kanë marrë pjesë hapur janë nështruar me forcat kroate, bile ka patur edhe general. Një nga këta general ka qenë i rëndësishëm edhe në operacionin Stuhia. Më pas ky general u bë komandanti i ushtrisë ligjare të Kosovës dhe më pas edhe kryeministri dhe ministri i trupa mbrojtjes së Kosovës. Kam fjalën për general Agim Qekun. Vazhdojmë më tutje. Shqipëria dhe Kroacia kanë qenë në një korsi, në një rrugtim për të pranuar në NATO dhe janë pranuar në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë në NATO. Keni parasysh që disa vite më parë, 5-6 vite para se të pranoheshin, funksionoi kjo që quhet Adriatic Treshi, pra në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra një si biçim aleance në kohën e presidentit Bush. Po.